Pse Rusia pranoi, jo pse u friksu ndoshta Putini shumë, që është pjesë edhe Afrika luan rol të madh, por unë besoj që sepse SBA ja ka mundsu Rusisë me qenë pjesë e një loje më të madhe dhe më mirë me hu pak e me fitu shumë. Çfarë ndikimi do të ketë në vendin tonë çështja e tillë e Trumpit, merr ose le? Do të ketë impakt shumë të madh sepse e para do të ndikojë në ekonomi. Momentin që do të vendosen tarifat për BE-n, do të ketë impakt në ekonomi, do të kemi me siguri tretim të çmimeve edhe më shumë, pra do të na dëmtohet mirëqenia, kjo aspekti ekonomik, që shumë i rëndësishëm që të ne njerëz shumë e nënçmojnë ekonominë, që është gabim shumë i madh, sepse ndikon mandej edhe në politik. Në aspektin politik mund të kemi vendime të prera. Pra, na kujtohet marrëveshja e Washingtonit. Pra, kryeministri sot që është në detyrë, presidentja që thënë kemi lupi gjës, të gjithë kanë qenë kundër kësaj marrëveshje. Dhe kjo marrëveshje nuk do të diskutohet. Do unë besoj që nëse jemi ne pak më serioz dhe kemi një ofertë kombëtare, ne mund të përfitojmë nga marrëveshja Washington Plus. Pra shumë më shumë mund të përfitojmë. Mos harroni, Trumpi me gjithatë Kosovën e ka në sy pozitiv, sepse ne jemi ata të cilët na ka ulur në shtëpi të bardhë dhe e ka thirrë në telefon ata njëri me njës Kosovën, pra Izraeli. Pra mund të na do këtë si film, por është çështje shumë serioze sepse politika është edhe emocionale. Pra do të Trump këtë e ka parasysh. Kështu që neve duhet të dimë si të lozim. Kretë problemi i shqiptarëve është nuk po dim si të përshtatemi kësaj politike. Kjo është çelësi i zgjidhjes së problemit. Profesor, a imagjinon cili pi liderëve tonë ulën në zyrën ovale në njëjtën situatë me Zelenskin? Jo, nuk besoj që do ndodhë ajo, sepse këto janë mësimet e marra. Pra të gjithë kanë pa çka ka ndodhur, kështu që të gjithë do të përkulin para Trumpit, besoni. Po thoni? Absolutisht po. Profesor, po du më nëllë prapë të çështja e deklaratës së Trumpit për largim të masave, bazave ushtarake nga Evropa. Ne dim për inate politike, tashë Sovjet, prishën kundërshtarët Albin Kurtit, Serbien puna thojnë, po je këtë bën stili. Po jetë bën stili. është këthy me një makt, u këthy me një propagandë qas patetike edhe primitive, sos që në fakt kush don me mujtë Albin Kurtin, me këto lajme, nuk mundet me mujtë Albin Kurtin, ashe mundësi dhe të largimit edhe të bazës amerikane nga Kosova. Apo po flasëm për Ballkanin me një qasje më ndryshe, se për shkak kalumes luftës janë alo, nuk ka kalu 25 vjet për luftave të fundit të Ballkanit. Kjo është një bazë e vogël, sepse duket e madhe, po është bazë e vogël, kuptimin financiar dhe është një trup shumë e vogël ushtarake amerikane. Pra nuk besoj që do të ketë largim kaq të shpejtë me njëhershëm. Me siguri do të ketë paralajmërime, por pajtona që në këtë mënyrë nuk luftohet oponenti politik, është pak shumë e ulët dhe pa kuptimt, sepse ka mënyra tjera që mund t'i gjejmë, por jo, nuk besoj sepse megjithatë duhet kuptuar çka ka ndodhur edhe në administratën e Trumpit 1. Pra Kosova është shitës histori suksesi. Mos harrojmë, ata aty te politika e Trumpit ka edhe elemente religjioze. Pra për të parë Trumpi ka përmend që SBA ka shpëtuar një vend musliman. Pra që është shumë me rëndësi në kontekstin amerikan dhe në kontekstin më të gjerë. Kështu që mendoj Kosova është prioritet, por nuk do të jetë prioritet atë sa ne presim. Nëse ne thashtë ne jemi të zgjuar dhe dim të përshtatim kësaj politike, mund të përfitojmë më shumë se sa që e mendojmë. Por duhet të jemi më të shpejtë në veprime. Profesor, si e sheh vizitën e djalit Donald Trumpit edhe shitjen në aspektin ballkanik, që zhvillojnë Amerikën si djali i presidentit, është shefi i senatit atje që i thot djali bën presidenti. Një fardhondër i delë, lëzika e matja Amerikës dhe presidentit Amerikan edhe shpisë bardh me mitësit të djemve, nipave, kusherive, që shmatën në Balkan. Që nëse do me fitu dikon kusherini, kryeministri do që terma i fuqishëm se se cilë tjetër, ponent tjetër. Si e pe ato, si e vlerëson, si e komenton këtë në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare? Jo, ajo është një takim për çështje më shumë biznesore se sa politike, por megjithatë mendoj që në administratën e Trump ka njerëz që janë shumë racional, se sa vetëm figurat që i përmende. Megjithatë politika në fund ditës vendimarrjen e merr presidenti. Por megjithatë mendoj që do t'i pyet disa njerëz, sepse politika jashtë amerikane është bivendosur në shumë institucione. A do me kesh forma e syshi matëm në Ballkan tha herë, tha pishën djali Trumpit me Vučićin, tha prit ne jo. A di nu matë këtë Donald Trump edhe Amerika s'ku me konë kryetari një komunës të në Kosovë, që djali tina u shku atje ka takun janin atje. Se shpja bëjnë Kurtit për bën stilin është njëjta gjë aty, domethënë mi paralele, pak a shumë
Shikoni, politika jashtë amerikane përbët për disa institucione, pra duke filluar prej State Departamentit që udhëheq politikën amerikane, mandej vjen Senati, Këshilli i Sigurisë Kombëtare, është CIA, është inteligjenca ushtarake, është presidenti, pra nuk është që thjesht vendimarrja. Edhe në rastin e Ukrainës me siguri janë konsultuar gjitha këto institucione shumë të rëndësishme